dhjetor, me ndryshimet në Komisionin e Ligjeve, amnistia shkon deri në 31 maj të këtij viti. Në këto kushte, sa shkon numri i përfituesve nëse ju e keni këshillë? Shumë faleminderit për pyetjen, mirëmëngjes të gjithëve. Sot është një ditë e veçantë për sistemin penal. Kemi paraqitur në shkullën sot shqyrtohet në seancë plenare projekt ligji për amnistin penale, i cili është një instrument kushtetues, por gjithashtu dhe i politikës penale dhe dallon fare qartë humanizmin penal nga ato vepra të cilat shoqëria ka rënë dakord që të vazhdojnë dhe të vuhet dënimin në institucionet komunitare. Siç e thatë edhe juve, në parlament është vendosur një datë e re, dhe data është 31 maj, që do të thotë që sipas përllogaritive tona apo kuptore të janë në bashkëpunim dhe me institucionin e prokurorisë, dënimi ulet lirohen me një 466 persona nga sistemi ynë i ekzekutimit të vendimeve penale, pra nga burgjet të ndryshe, 466 persona kthehen në familjet e tyre, në shtëpitë e tyre, dhe nga këto persona këtu janë 11 gra edhe një i mitur, ndërkohë që ulet dënimi për 869 persona dhe këtu kemi 8 gra dhe 2 të mitur. Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është në jurisdiksionin e spatur, pra vepra të krimit të organizuar dhe të korrupsionit nuk përfiton. Kështu që sot unë jam ftoj dhe të gjithë kolegët, shpresoj që të kemi një debat mbi fakte, mbi argumenta, mbi ligjin, në mënyrë që të prevalojë pikërisht ai parim që unë thash që pushteti, pikërisht për shkak të reformës, është në gjendje të dallojë midis veprave të cilat i kanë vuajtur dënimin dhe janë gati këta persona të kthehen në shoqëri dhe atyre që duhet vazhdojnë të vuajnë dënimin në sistemin tonë të mëdhenj. Nëse keni koment të lidhur me një deklaratë, një status që ka bërë një kolege juaj deputete, zonja Mariana Koçeku, për kërcënime që sipas saj ka marrë nga persona të implikuar kriminalisht në zonën e Shkodrës? Besoj që kur një qytetar i Republikës Shqipërisë, dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, që nuk është lajm politik, besoj që ky është një lajm që i takon shtetit të së drejtës dhe jam i bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast i tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Kështu që besoj që asnjë qytetar i Republikës Shqipërisë nuk mundet të jetoj në fuqinë e kërcënimit, por siç thash, kjo është një punë nga organet hetimore dhe organet ligjzbatuese si Policia e Shtetit, si SPAK-u, në rastet nëse keni të tilla gjë. Si koleg që keni qenë në një familje politike me zonjën Koçeku deri para pak ditësh, a shprehni solidaritet ndaj asaj që ajo ka deklaruar? Shpreh solidaritet ndaj çdo shqiptari dhe jo më ndaj një kolegu, sepse kur një koleg deputet shpreh të tilla shqetësime, do të thotë që është cënuar institucioni kryesor i demokracisë që është parlamenti, por po e them edhe një herë, meriton vëmendjen e plot shtetërore për t'u hetuar si një rast. A keni komunikuar me kolegën tuaj gjatë këtyre ditëve? Faleminderit. Ditë të mbarë.